Tjetër, që është buxheti i Bashkisë Tiranës, që normalisht ndërgjesat do t'i bënte kryetari i Bashkisë. Por kryetarin e Bashkisë Tiranës e kemi në burg, pa gjyq. Dhe në ndërkohë jemi në një paradoks shumë të madh. Kur kryetari i Bashkisë Tiranës u mor edhe u tërhoq nga zyra për t'u futur në qeli si i para burgosur, gjë që ndodh normalisht sipas ligjit vetëm për njerëzit shumë të rrezikshëm. Unë e thash publikisht që kjo është disproporcionale. Çdo njeri në Shqipëri, në çfarëdo pozicioni, nëse duhet hetuar, duhet hetuar. Por çdo njeri në Shqipëri dhe në të gjithë botën demokratike, deri kur gjykata e nxjerr fajtor, është i pafajshëm. Ama nuk diskutohet që nëse njeriu e merr dhe e fut brenda dhe pastaj lëshohen të gjitha llojet e hienave dhe të gjithë llojet e klounëve të cirkut politik dhe mediatik për t'i bërë gjyqin, atëherë patjetër që ndodh siç ndodhet dikur, vjen një dënimi publik, pastaj vjen dhe pjesa tjetër. Gjithsesi, më pas, duke parë që të gjitha shkallët e gjyqit nuk e nxorën kryetarin e Bashkisë që të vazhdoj të kryej detyrën dhe paralelisht të bëj procesin, ne menduam që Tirana nuk ka arsye të paguaj për një kohë gjatë mungesën e drejtimit. Po bëjnë maksimumin ata që drejtojnë sot. Tu janë në kryetarët e Bashkisë. Kryetarja në detyrë nuk ishte sot në Shqipëri për arsye pune, po bëjnë maksimumin, por nuk është e njëjta gjë. Dhe për këtë arsye ne menduam në respekt të plot sipas nesh të ligjit, sepse ligji thot, kushtetuta më saktë thot dy gjëra të ndryshme. Tjetër për deputetin, tjetër për të zgjedhurin lokal. Për deputetin thot pa arsye. Kur mungon pa arsye. Për të zgjedhurin lokal nuk e thot fare. Gjykata kushtetuese doli me një vendim tjetër nga Jyni. Nuk kam asnjë arsye të dyshoj që e kanë parë nga një këndvështrim i arsyeshëm, pavarësisht se i kundërt me këndvështrimin tonë, mirë po tani duhet zgjedhin, sepse kanë thënë që kryetari i Bashkisë është në pamundësi ta ushtrojë detyrën, por nuk mund të bëhen zgjedhje sepse ai është kryetar bashkie. Okej, jepini mundësinë ta ushtrojë detyrën, bukur, kur të vi atje që të kërkojë të lirohet, që të vazhdojë detyrën, shpresoj që gjykata kushtetuese t'i rri besnike vetes vet dhe t'i japë mundësinë të vazhdojë detyrën. Apo ja. Por deri atëherë ne jemi këtu. Ju jeni këtu dhe të gjithë atyre që janë këtu në këtë qytet, ju duhet qytetit pastrohet normalisht, qytetit funksionojë normalisht, shërbimet të bëhen normalisht, buxheti të vendoset në dispozicion normalisht. Dhe për këtë arsye ne po e mbështesim bashkinë